Së pari, zonja deputete Musliu Shoshi, ne nuk i përmendëm Facebooku në rrjetet sociale, vetëm komunikimin zyrtar. Komunikimi zyrtar është bërë zyrtarisht, jo publikisht, dhe me çfarë kemi mundur e kemi ditur, nuk kemi pasur as rezervë dhe as kemi kursyer. Tash, gjatë këtyre 5 viteve e gjysmë, gjithsej janë ndarë nga Republika e Kosovës mbi 37 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve padrejtësisht në Hagë. Pra, nuk jemi kursyer për t'i mbrojtur me avokatët që janë përzgjedhur prej vetë atyre. Një vështirësi që e ka pasur qeveria e Republikës Kosovës është që të akuzuarit padrejtësisht në Hagë, luftarët e UÇK-s, nuk i kanë pasur edhe avokatët mbrojtësit e njëjtë. Ato kanë qenë ekipe të ndryshme të ndara, që paraqet vështirësi për vetë qeverinë e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, kontributi më i madh që unë si kryeministër e kam dhënë për këtë çështje është kur si deputet i Kuvendit Republikës nuk e kam votuar ndryshimin kushtetues dhe as ligjin për dhomat e specializuara në Kosovë. Pra, as me datën 26 qershor dhe as me datën 3 gusht 2015. Ju e dini që sa i përket drejtave të njerëzit, që janë koncept që barazon të gjithë qytetarët dhe i përfshin ata në mënyrë universale, fatkeqësisht në këtë kuvend është votuar që ata të kenë një Mirë, regjia e lutem ta përmendon fjalën me që ata zoti Hoti përfundoi më herët, e hapën precedonin. Pra, pengesa tjetër që kemi është se merrni mend të drejtat e njerëzit, që janë koncept që i bë bashk universalitetin dhe barazin, kanë ombudsperson të veçantë për dhomat e veçanta. Por këto gjëra janë bërë të gjitha në vitin 2015 dhe unë do t'ju kisha sugjeruar që për këto të merrni përgjigje jo nga pyetjet parlamentare, po nga ato brenda partijake. Qeveria e Republikës Kosovës e trajton me seriozitet plot çdo shqetësim që lidhet me respektimin e drejtave të njerëzit, përfshirë edhe dhomat e specializuara të Kosovës. Në këtë drejtim, komunikimi institucional me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe i strukturuar, duke u zhvilluar në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me natyrën e ndjeshme të proceseve gjyqësore. Po ashtu nuk kemi hezituar të ngrejmë zërin kundër vendimeve të padrejta ndaj krerëve të UÇK-s, siç ishin për shembull mos lejimi i ish-presidentit Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij, si dhe pranimi i dokumenteve zyrtare të shtetit gjenocidal të Serbisë si prova në procesin gjyqësor atje. Sa i përket pretendimeve për mungesë informacioni apo koordinimi, është rëndësishme të potencohet se vetë arkitektura juridike e dhomave të specializuara e themeluar në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe legjislacionit të brendshëm garanton pavarësinë e plotë të saj nga ekzekutivi. Kjo nënkupton që qeveria nuk ndërhyn procedura gjyqësore dhe as nuk ka qasje të drejtë për drejtë në informacionet operative të proceseve në zhvillim. Megjithë këtë, kjo nuk përjashton përgjegjësinë tonë për të ngritur çështjet karakterit parimor dhe për të kërkuar standarde të larta të transparencës dhe të respektimit të drejtave themelore. Në këtë kuadër, në komunikimin zyrtar drejtuar zonjës Ekaterina Trendafilova, unë kam theksuar se nga perspektiva institucionale e sigurisë së Republikës Kosovës nuk ekzistojnë rrethona që do të pengonin qëndrimin e të akuzuarve në territorin e vendit ton gjatë zhvillimit të procedurave, duke garantuar kapacitetin e plot të institucioneve për të siguruar mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Kjo paraqet një vlerësim zyrtar se kushtet e sigurisë janë të mjaftueshme dhe në përputhje me standardet përkatëse. Për sa i përket veprimeve konkrete, qeveria mbetet e përkushtuar që në përputhje me kompetencat e saj kushtetuese dhe ligjore, së pari
të ngrej në mënyrë të vazhdueshme çështjen e respektimit drejtave të njerëzit në komunikimet me partnerët ndërkombëtar. Së dyti, të mbështes çdo iniciativë që rrit transparencën dhe standardet procedurale në këto procese, dhe së treti, të siguroj që çdo shqetësim i ngritur të trajtohet në kuadër të mekanizmave institucional përkatës. Ne kemi ngritur zërin dhe do të vazhdojmë të insistojmë që çdo proces të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për një gjykim të drejtë, transparent dhe të panshëm.